Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ju rikthye sulmeve ndaj SPAK-ut duke cilësuar institucion politik. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha komentoi deklaratën e drejtuesit SPAK-ut Klodian Braho se korrupsioni nuk mund të luftohet nga një institucion i vetëm, duke akuzuar prokurorinë e posaçme se nuk ka hetuar asnjë prej dosjeve për zgjedhjet që ka çuar opozita. Organ i shtypjes së pluralizmit politik. Pra, nëse qeveria nuk çon dosje, opozita çon dosje aty. Dhe ata dosje opozitës kanë tmerr t'i prekin. Se u thot partia. Por Berisha nga ana tjetër bëri përgjegjës qeverinë të mazhorancën socialiste se bllokon punën e SPAK-ut, duke sjellë shembullin e rrëzimit kërkesës për imunitetin e ish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku, e cila sipas tij ka më shumë pushtet sot. Është kryeministri në hije, e cila lviz të gjitha fijet dhe Edi Rama ka fobi tani stabilit. Tani po vur nga lubofobia. Absolutisht po. E morën pek në pranit policisë, e zvarritën sikur të mos ishte njeri në Zvërnec dhe ky kthehet të thot mund të ma ketë bërë lubi jakte. Po ju them unë, sepse atë komisarin e Vlorës se kishte emëruar ajo. Nga ana tjetër Berisha akuzoi qeverinë në lidhje me kompaninë e re shtetërore Albanian Digital Solution, e cila do të zhvillojë dhe mirëmbaj sisteme digjitale të administratës publike. Sipas Berishës, nëpërmjet statutit kësaj kompanie është dhënë drejta të shmangë procedurat e tenderave. Kjo pikë e nenit statutit të kësaj shoqërie është thuajse e njëjtë me nenin 3 dhe është marrë nga statuti i shoqërisë Kajo, së cilës kapitali shtetëror është dhënë e drejta të kanalizohet tek privatët pa tenderim. E kuptoni ju mënyra që ka gjetë Edi Rama të vjedh tani? Merri këto para mbi çdo dikur bankat offshore. Sipas Berishës, për funksionimin e kësaj kompanie shtetërore mungon edhe baza ligjore, duke ngritur akuza për korrupsion ndaj qeverisë.